Irena duket se bëri edhe një boom të radhës me një super klip. Klipi i këngës All In po bën namin gjithandej dhe në fakt sapo ka dalë. Bukuroshe bashkëpunoi me kompozitorin Flori Mumajesi dhe stilistin Ardi Aslani për veshjet tepër interesante. Go Besa! Bleona Qerretin e ka marrë malli për kohë të rinis kur dilte plazheve topless. Ajo është kthyer pas në kohë me këtë foto që ka postuar, në të cilën ka mbuluar gjoksin me një shami transparente. Kujtime të bukura i quan Bleona këto dhe ne marrim me mend se sa shumë do jetë kënaqur. Ikën ato kohë. Ja edhe puna e radhës e fotografit janë Dritë Mërtiri, i cili tashmë është bërë i pandarë me bukuroshen Armina Mevlani. Të dy sapo përfunduar setin e radhës në brendin e Dolce & Gabbana dhe nuk mund të themi gjë tjetër për këto foto përveç se fantastike. Gjithsesi, presim komentet e Stefano Gabbanës, pasi siç dihet, tashmë ata janë një familje. Lori Hoxha pasi postoi këtë foto në të cilën duket vërtet super seksi, shkroi edhe një shprehje që na bëri të gjithëve të mendojmë: Getting older, heart getting colder. Do të thotë sa më shumë rritem, aq më shumë më ftohet zemra. Oh, Lori, shumë gabim. Jo me kështu deklaratash se do fillojnë të gjithë të ftojnë zemrën me zor tani. Irena Kita nuk na surprizon më me këto foto pasi dihet tashmë se trupi i saj është tepër i kuruar. Ajo që na surprizoi ishte zonja pas saj, e cila po ta vini re, duket se nuk është nga ato që inspirohet kollaj nga Irena. Irena, kthej një herë kokën mbrapa. Dikujt mund t'i duhet në i këshilla jotja.